Sodet kemi një Timu Ho. Kam edhe loganin këtu ngjitur me mua, nëse dëgjoni zhurma është ai. Me këtë produkti këtu, me këto të dyja gjërat, që janë për të vendosur tek banja, për t'i ngjitur në mur, për të hedhur ilaçin e duarve. Është më praktike kështu, nga poshtë, të marrësh, se sa ta kesh atje te lavamani, nuk e di, më pëlqen më shumë, plus i lavamanët të dy të shtëpia ime janë të dy shumë të vegjël, edhe duket më mirë, domethënë me këtë kam përshtypjen. I zgjodha kështu transparente, nuk i doja me ngjyrë. Shpresoj shumë që të ngjisin në mur. Kam përshtypjen se këto ngjisin në plak, edhe kanë këtë pjesën, kanë këtë gjë, domethënë këtë ngjitsen këtu. Kjo më jep idenë që këto ngjisin më mirë në plak se sa në mur. Vazhdoj me një produkt tjetër që më pëlqen shumë, është kjo letra. Oh, beautiful, jes, shikoj, me qa është kjo? Me një lepurush të vogël, mami dhe Logan. Me këtë lepurushën shikojnë që nga afër. Me disa lepurusha në fakt edhe me lule. Të e kam marrë për ta vendosur te kjo bufeja që kam këtu ngjitur, se do vendosim rrobat e bebi motrës. Dua që ta shtroj këtë. Është letër ngjitse, domethënë. Po shpirtja tregova unë atë. I hiqet këtu pjesa e pasme, edhe është letër ngjitse. Thoshte që është edhe për murin, është edhe për mobiljet, për pjesën e brendshme të mobiljeve të sirtareve, siç e dua në këtë rast. Është edhe për pjesën e jashtme, po unë do ta marr, e kam marrë më saktë për sirtarët, edhe do të shumë të lezetshme kur të vendos rrobat. Edhe kjo poshtë rrobave. Ne do të pres të rregullojmë ti palosim se nuk kam bërë akoma asgjë gati. Edhe barku im është gati tash për tej. Diçka tjetër që kam marrë në këtë rast është për kuzhinën, janë këto peshqirët e vegjël, që si mikrofibra që unë i përdor për të fshirë bufet, po do doja të ishin një çikës më të mëdhenj, domethënë këto janë 20 me 20, kam përshtypjen diku aty. Do doja të ishin një çik më të mëdhenj edhe pak më të trash. Edhe është gjithë kjo rrota e madhe që kputën këto. Edhe i përdor.